Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Si zakonisht ditë mërkur, vazhdojmë leximin e kapitujve të fikut dhe pasi kena fol javën e kalume për diçka nga namazet vullnetare, për namazet vullnetare më të rëndësishme dhe më të shpërblimur prej Allahut subhanahu wa taala është namazi i natës. Autori ka thonë, namazi i natës është sunet mustahab dhe një prej veçorive më të rëndësishme të njerëzve të devotshëm. Se Allahu subhanahu wa taala ka thonë, të devotshmit janë në kopshte dhe burime të kënaqur se Allahu i ka dhënë atë që i ka premtuar dhe se ata më parë në dynja ishin mirëbërës, pra Allahu ja ka dhënë në pushtet ato që ja ka premtuar, dhe ata ishin që flinin pak natën. Ky është argumentimi që ka përdorur autori. Ata ishin që flinin pak natën dhe në kohën e syfyrit pra në mbrarimin e natës kërkonin falje për mëkatet e tyre. Ebu Malik el-Ash'ari përcjell nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se ka thënë në xhennet do të ketë dhoma ku pjesa e jashtme e tyre shihet nga brenda dhe pjesa e brendshme e tyre shihet nga jashtë. I ka përgatitur Allahu për ata të cilët u japin ushqim nevojtarëve, flasin butë, agjerojnë vazhdimisht dhe falen natën kur njerëzit të flejnë. Këto janë dy tekste që ka përdorur autori për me tregu vlerën e namazit natës. Namazi natës është namazi i cili është përmend në Kur'an disa herë si cilësi e njerëzve të devotshëm. Allahu subhanahu wa taala thot: "Alladhina yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyama", dhe ata të cilët i lavdërojnë, ata të cilët natën rrinë ose në kam duke lexuar Kur'an, pa duke u fal ose duke i bërë sejdë Allahut subhanahu wa taala. Po ashtu i ka thënë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam: "Wa min al-layli fatahajjad bihi nafilatan lak", dhe gjatë natës falu. Kjo është për ty namaz shtesë. Kanë mendim disa prej sahabëve si Ibn Abbas radhiyallahu anhu se namazi i natës ka kënë obligim për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, ndërsa për muslimanët është namaz vullnetar. Shpërblimi i tij ka ardhur edhe në shumë hadithe ku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka thonë shokut vet, i cili i ka kërkuar që me kanë xhennet me të, i ka thonë: "Më ndihmo", duke shtuar numrin e sejdëve që i bën, numrin e rekatëve. Po ashtu ka thonë: "Faluni natën, sepse falja natën është zakoni i burrave të mirë." Edhe se është gjithashtu afrim tek Allahu, është gjithashtu edhe largim prej mëkateve, pra të largon prej punëve të këqija, dhe është falje e gjunaheve tuaja. Po ashtu thot autori, është e pëlqyeshme që edhe gjatë Ramazanit të falet namazi i natës, sepse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Men qama Ramadanin imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi". Ai që fal namaz gjatë Ramazanit ka për qëllim namazin e natës, për namazin e teravive, duke shpresuar me besim të plotë shpërblimin e Allahut, kanë më fal gjunahet e tij të mëparshme. Namazi i natës kohën e ka prej mas namazit yatsis deri sa të hyn koha e namazit të sabahit. Edhe pse ka pas prej dietarëve që kanë thënë namazi i natës është ai namaz cilin njeriu e fal masi ka fjet dhe është çu me u fal. Ky është në aspektin e terminologjisë namazi i natës. Megjithatë, namaz natët futet çdo namaz i cili falet mas namazit yatsis. Çdo rekat që e fal besimtari mas namazit yatsis e ka inshallah shpërblimin e namazit të natës. Namazi i natës i ka disa përgatitje ose disa etika që mirë është me i përdor besimtari nëse don me arrit me fal namazin e natës. Prej përgatitjeve është që besimtari mos mënej vonë mas yatsiet. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kanë transmetuar se nuk i ka pas qef bisedat mas namazit yatsis. Pra mas namazit yatsis nuk ka kaluar shumë kohë dhe ka ra me pushu ashtu që të çohet natën me u fal. Gjithashtu mira që me ra besimtari me fjet duke e pas niyetin në zemër që ka muçu me u fal natën. Bamja e niyetit në zemër e ndihmon besimtarin që të flejnë me atë marakun, me atë gajlen që muçu me u fal natën. Gjithashtu të flejnë i pastër, duke pas abdes. Kush flen i pastër, Allahu subhanahu wa taala ja dërgon atij një melek i cili është me të deri në sabah,
dhe mundësia që ai më uçu më fal natën është më e madhe. Dhe gjithashtu flehet ngrahin e djathtë, siç ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam duke vendosur dorën e djathtë në faqen e djathtë. Kanë thënë disa prej ulemave, ky gjumë në krahin e djathtë në këtë formë është më i lehtë dhe ndihmon besimtarin që më uçu më fal natën, ndërsa gjumi në krahin e majt është më i rëndë dhe më i vështirë më uçu nëse do të më uçu më fal natën. Gjithashtu më përmend dhikrat të cilat i ka treguar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam para se me fjet. Leximi i ajetit kursi, nuk të afrohet shejtani deri në sabah, siç ka premtuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Po ashtu, leximi i dy ajeteve të fundit surës Bekara, për të cilat ka thënë ai që i lexon lekafata kanë më mjaftu atij. Kanë më mjaftu, do të thonë, i ka boll për çdo nevojë që ta ketë, për çdo të keqe që mund të ndodhë që me rujt Allahu subhanahu wa taala. Po ashtu, leximi i surës Kul huwallahu ahad, leximi i surës Kul ya kafirun, përmendja e duave të cilat i ka përmendur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Të gjitha këto e ndihmojnë besimtarin që me u mundu që me uçu natën me fal në një rekat. Sa i përket numrit të rekatëve të namazit natës, autori ka thënë namazi i natës fillon me një rekat, pra minimumi është një rekat, mund me kenë vitri me cilin të mbyll namazin tanë, deri në 11 rekat, duke u bazuar në hadithin e Aishës radhiyallahu anha, se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk shtonte mbi 11 rekate as në Ramazan dhe as jashta Ramazanit. Megjithatë, është përmendur edhe hadithi Ibn Abbasit radhiyallahu anhu, cilin autori se ka përmend, ku tregon se ka fal pejgamberi sallallahu alaihi wasallam 13 rekat. Mirë po, Ibn Abdul Berri, që është prej dietarëve të mëdhenj të mëdhëpit Maliki dhe njëkohësisht edhe muhaddith, thotë se nuk ka dallim midis muslimanëve, midis dietarëve muslimanëve, se numri i namazit të natës, numri i rekatëve të namazit të natës nuk është i kufizuar. Pra, vepra e puna e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam ka qenë 11 ose 13 rekat. Mi po kjo nuk tregon se ky numër është i kufizuar. Por e vërteta është se numri është i pa kufizuar, do të thonë secili falet aq sa ka mundësi dhe aq sa ka dëshirë. Qoftë vetëm në shtëpi, qoftë edhe në Ramazan me xhamat, si ta ketë mundësinë. Prandaj edhe na shohim se në mëdhëpet e ndryshme ke menime të ndryshme, dikush i fal 20 rekat, dikush i fal 30, dikush 36 e kështu me radhë. Pse? Sepse kanë thënë namazi i natës nuk është i kufizuar me një numër të caktuar rekatsh. Me çfarë janë argumentuar për këtë? Kanë thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kur e kanë pyetur për namazin e natës, i ka thënë namazi i natës 2 ka 2. 2 ka 2, do të thonë 2 rekat, 2 rekat, 2 rekat, e kështu me radhë nuk e ka kufizuar. Po ashtu kur e ka pyet shoku i vet që du me kenë me ty ko ishi në xhennet, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë ndihmo mua dhe ndihmoje vetin duke shtu numrin e rekateve. Pra edhe këtu pa kufizim. Ka edhe një hadith tjetër, ndoshta më kujtohet mos me cilin janë argumentuar. Pra këto argumente të përgjithshme, po hadithi është kur i ka thënë sahabit nuk kemë e bë një sejdë më shumë, pra një rekat më shumë, vetëm se Allahu ka me ta ngrit ty shkallën. Pra sa më shumë të falesh, aq më shumë ka me të ngrit Allahu shkallën e shpërblimit. Prandaj mendimi më i saktë është që nuk është e kufizuar numri i rekateve që falen natën si në Ramazan, ashtu edhe jashtë Ramazanit. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në natë të Ramazanit ka dalë ka fal namazin e natës fillimisht vetëm në xhami, dhe sahabët kur e kanë parë që ashtu fal vetëm në xhami, kanë ardhur dhe janë rreshtuar mas tij. Kjo ka ndodhur në natën e dytë, kjo ka ndodhur në natën e tretë. Në natën e katërt nuk ka dalë më pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe i ka thënë që e kam pas atë që keni bën, pra që keni ardhur një fal mas mejet, dhe nuk më pengoj asgjë tjetër me dal, vetëm se pata frikë se mos po ju bëhet farz. Pra ky është qëllimi pse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam vetëm disa net e ka fal namazin e natës me xhamat në muajin e Ramazanit. Pastaj ka kaluar një farë kohë dhe ky namaz nuk është fal me xhamat, por janë fal njerëzit grupe. Thot Abdulrahman al-Qari, thot se kam dalë me Omerin radiallahu anhu në xhami në Ramazan, pra ku ka qenë Omeri, kryetari i muslimanëve, dhe njerëzit ishin të ndarë, dikush falej vetëm, dikush falej me një grup të vogël njerëzish. Atëherë Omeri tha, unë mendoj se është më mirë që këta njerëz të bashkohen me një imam. Pasi i ka pa Omeri njerëzit të falë namazin e natës në Ramazan ashtu, i ka thonë që
të bashkohen me një imam dhe vendosi dhe e bëri imam të tyne Ubej ibn Kabin. Ubej ibn Kabi ka qenë sahabi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, i cili ka qenë i njoftën për memorizimin e Kur'anit, dhe të nesërmen pastaj kanë dalë dhe janë falë të gjithë së bashku me imam Ubej ibn Kabin, e kur Omeri radiallahu an i pau që ato janë rreshtu pas imamit tyne dhe po falen, tha, sa risi, sa bidat i mirë kë. Sa bidat i mirë kë. Çfarë do të thonë kjo? Çka ka për qëllim Omeri këto? Kush e ka bërë këtë punë i pari? Këtë punë që Omeri i ka mbledh njerëzit me një imam, kush e ka bërë i pari? Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Pra qëllimi i Omerit është se kjo është ringjallje e sunetit i cili ndoshta për disa kohë nuk është praktikuar. Prandaj edhe thotë se sa risi e mirë kjo, sa mirë që njerëzit janë mbledhur dhe herë me u fal bashk, kurse ajo pjesë të natës që ata flajnë është më e mirë se sa ajo pjesë që falen. I thotë Omeri radiallahu an, ajo pjesa e natës që flajnë, domethënë pjesa e fundit të natës, është më e mirë se kjo pjesa që falen, se ata u falshin mas namazit të jacis me një herë. Sikur falen edhe shumica e muslimanëve sot. Pra kanë falë namazin e jacis në Ramazan, masandaj kanë falë namazin e natës bashkarisht. E Omeri don me kallëzu që pjesa e fundit e natës është më e mirë, edhe kjo është koha më e zgjathën për namazin e natës. Sa më afër sabahit, aq më e mirë, dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë, më shumë që është robi afër Allahut, Allahu afër robit, kur është në pjesën e fundit, pra në thellësinë e natës, dhe kjo është edhe koha më e mirë. Gjithashtu është e preferuar që nëse dikush falet në shtëpi me i çu edhe të tjerë. Sa që transmetohet prej dietarëve të mëdhenj të shekullit të parë, e kanë pas namazin e natës me rrallë anëtarë të familjes. Dikush ka fal pak mas jacijet, ka ra me fjetë, ashtu dikush pak më vonë, është fal, ai ka ra e ka çu dikën tjetër, domethënë në atë shtëpi gjatë gjithë natës, herë mas herët ka pas namaz. Dhe kjo është sunet për cilën ka nxit pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, dhe ka thonë, kur dikush çohet me u fal natën, e pastaj e zgjon edhe bashkëshorten e tij dhe i falin së bashku 2 rekat ose më shumë, ata kanë më ushkruar në librin e atyne që e përmendin Allahun shumë. Kanë më ushkruar në librin e atyne që e përmendin Allahun shumë. Po ashtu në transmetimin tjetër ka thonë, nëse çohet burri dhe falet dhe don me zgju bashkëshorten e tij, ajo nuk pranon, e merr pak ujë me gishtat e dorës dhe ja spërkat në fytyrë që t'i dalin gjumi dhe të çohet. Të njëjtën e bën edhe gruaja nëse çohet me u fal, e don me çu burrin e vet, ai nuk çohet, pra e ka gjumin e rënd, e lag pak dorën dhe ja spërkat fytyrën dhe çohen dhe falen së bashku. Normalisht ja spërkat pak fytyrën me pak ujë, sa marrin gishtat e dorës, jo me marr gotën e ujit, me ja hedh fytyrën, se mos andaj bëhet ndoshta diçka jo e mirë. Kompenzimi i namazit natës. Si kompenzohet namazi i natës nëse dikush e ka pas zakon me i fal 2 rekata, 4, 6, sa të ketë pas mundësi, mirë, po për një shkak ose për një tjetër i ka ik pa u fal namazi i natës, kanë thonë kompenzohet duke u fal para dite, prej masi të kalon namazi sabahit deri në kohën e drekës. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam thotë, Aisha kur i ikte namazi i natës për shkak të ndonjë smundjet apo për diçka tjetër, falej ditën 12 rekate. Ndërsa Omeri radiallahu an transmeton se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thonë, nëse dikush për jush e ka zonë gjumi, e ka pas zakon me uçu me lexuar natën në sure ose me bën një lutje, yaqra, do të lexon diçka ose edhe me fal namaz, dhe e ka zonë gjumi, i ka ik, atëherë nëse ai e zëvendëson këtë gjatë ditës, do t'i shkruhet sevapi sikur ta ketë bën punë natën, edhe pse i ka ik. Mirë, po e ka pas niyetin që me e fal atë namaz ose me lexuar pjesë Kuranit, dhe Allahu subhanahu wa taala ja jep atij shpërblimin sikur me pa bë veprën. Po ashtu pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thënë, nëse dikush për jush bjen me fjet me niyetin që më uçu dhe më u fal natën dhe nuk çohet më u fal natën, nuk i del gjumi, pra gjumin e rënd dhe nuk i del gjumi, Allahu subhanahu wa taala ja shkruan sevapin si më pa fal. Kjo është sadaka të cilën Allahu ja fal robit vet. Gjithashtu nuk është e pëlqyeshme ai që e ka pas zakon me u fal mos jaciet, aq sa ka pas mundësi, nuk është e pëlqyeshme që me e lën atë traditë që e ka pas, me e lën atë zakon që e ka pas, sepse kjo është punë e mirë.
dhe Allahu subhanahu wa taala don që robi me i vazhdu punët e mira, mos me i nën, por me i pas të vazhdueshme. Prandaj edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i pa thon shokut i dhe i tha: "O Abdullah, mos u bën si filani i cili është pa fal natën e tash e kalon nuk falet më." Pra kjo është këshill ose tërheqje vëmendje që kush e ka zakon edhe falën e rekat mos jacijet, mos me i lën ata sepse kjo është më e dashtën për Allahun subhanahu wa taala. Hadha wallahu taala alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad.